Ujëra të kristalta, shkëmbin të thepisur, natyre paprekur, ajo që ju pret në veri të Shqipërisë në lumin e Shalës mund të konkuroj edhe me Tajlandën. Kështu e nis artikulli një nga agjenci gjermane të udhëtimeve Race Reporter për një nga atraksionet turistike të vendit tonë siç është lumi i Shalës. Ajo e konsideron një perlë natyrore europiane dhe një lum të pastër që rrjedh në formë gjarpëruese përmes natyrës së paprekur. Ky vend natyror në Alpet shqiptare është aq piktoresk saqë e meriton edhe krahasimin me Tajlandën. Sipas agjencisë gjermane, lumi i Shalës është një mjedis idilik, duke krijuar një adrenalin për të gjithë ata që kërkojnë aventurat dhe janë dashamirës të natyrës. Për të shijuar lumin unik shqiptar dhe formacionet mbreslënse shkëmbore përgjatë tij, ka struktura akomoduese të vogla në formë bujtinash, të cilat ofrojnë dhoma të thjeshta gjatë sezonit të verës dhe duhet të rezervohen paraprakisht. Race Reporter shkruan se për të lëvizur rreth lumit dhe për të eksploruar grykat, ujvarat dhe burimet natyrore gjatë tij, ka ture me kajak ose varka për të gjithë vizitorët. Ndër të tjera, agjencia gjermane e udhëtimeve sugjeron për vizitorët se koha më e mirë për të vizituar lumin e Shalës me sa më pak turma turistësh janë muajt maj, qershor dhe shtator, ndërsa në korrik dhe gusht përveç temperaturave shumë të larta ka shumë vizitor. Gjermania Race Reporter e mbyll artikullin duke treguar edhe mënyrën se si mund të udhëtohet drejt lumit idilik nëpërmjet varkave ose motoskafeve në liçenin e Komanit.